humbur kohë, vazhdojmë më njëherë me përgatitjen e recetës së radhës. Fillimisht në njën më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 400 ml krem pana për ëmbëlsira. Gjithmonë kur përgatitni ëmbëlsira të tilla si cheesecake, kremin pana duhet që ta përdorni direkt nga frigoriferi, pra duhet të jetë i ftoftë. Tani brenda do të shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer pluhur. Vazhdojmë dhe e përzijemi me mikser për disa minuta derisa kremi të fitojë trashësinë e dëshiruar. Pasi e kemi përzier mirë dhe kremi pana është bërë kështu si krem i trash, tani ndalojmë mikserin dhe vazhdojmë brenda që ta shtojmë kremin e djathtë. Të gjithë më pyetni për llojin e kremit të djathtë cilin unë zgjedh që ta përdor. Zakonisht të gjithë ju që më ndjekni e dini se unë e përdor këtë lloj të krem djathtit, Labne, pra është markë turke dhe është një nga më të mirat, sidomos për përgatitjen e cheesecake-ve. Është nga marka Pınar dhe mund ta gjeni në të gjitha supermarketet më të mëdha. Në total, krem djathti do të kemi nevojë për 500 gram. Vazhdojmë tani 500 gram krem djathti të shtojmë këtu brenda. Dhe tani përsëri vazhdojmë dhe përzijmë me mikser edhe për 3-4 minuta tjera. Dhe tani kremi është gati. Mund ta vrini në ka dalë një krem i mirë dhe i trash. E largojmë kremin anësh, vazhdojmë që ta përgatisim tani pjesën me fruta. Tani kemi nevojë për fruta të ngrira. Unë kam zgjedhur që për këtë ëmbëlsirë të përdor mjedrat. Në total, në një tenxhere kam shtuar 400 gram me mjedra. Ju mund zgjedhni ta përdorni frutin që ju keni dëshirë, por ju sugjeroj që të përdorni fruta nga këto të malit, sepse japin një shije unike ëmbëlsirës. Tani tek frutat do të shtojmë 3 deri në 4 lugë gjelle me sheqer. I vendosim tani në zjarr mesatar dhe presim derisa frutat të shkrihen pak. Nuk do të shtojmë fare ujë, sepse frutat e ngrira tani kur shkrihen do të lëshojnë lëngun e vet. Tani marrim njën më të vogël dhe aty shtojmë 2 lugë gjelle me një shiste. Për ta zbutur një shiste do të përdorim 100 ml me ujë. Tani përzijemi mirë që të sigurohemi që një shistja dhe uji do të bëhen bashkë, nuk do të mbesin brenda grutka. Tani që frutat janë shkrirë dhe janë nxehur mjaftueshëm, është momenti kur duhet që ta shtojmë tani edhe ujin me një shiste. E shtojmë përzierjen që e përgatitëm. Dhe duke e përzier, e sijejmë vetëm edhe për 2-3 minuta, derisa të na trashet pak kremi. Dhe tani që kremi është trashur, e largojmë anësh që të na ftofet pak, vazhdojmë që ta rendisim ëmbëlsirën në tepsi. Tani do të na duhet një enë me ujë të ftoftë, një tepsi ku do t'ja japim formën ëmbëlsirës. Unë zakonisht përdor nga këto kallapat katrore, por mund përdorni edhe tepsi të thjeshtë. Gjithashtu kemi nevojë edhe për biskota, por në këtë recetë do të përdorim biskota me kakao. Do t'i zhysim vetëm për 1 sekond në qumshtin e ftoftë dhe do të vazhdojmë që t'i rendisim në tepsi. Pra vetëm 1 sekond tek qumshti i ftoftë dhe vazhdojmë i rendisim. Pasi e rendisim një rend me biskota, vazhdojmë dhe shtojmë gjysmën e kremit të cheesecake-ut që e kemi përgatit, pra e ndojmë fiks në gjys kremin. Dhe vazhdojmë e përhapim me kujdes mbi tërë sipërfaqen e biskotave. Si e rendisim kremin e bardhë, vazhdojmë shtojmë tani edhe një rend tjetër me biskota. Njëjtë përsëri i zhysim në qumësht ftoftë, vetëm për 1 sekond, mos i zbutni shumë. Pasi e kemi shtruar edhe një rend me biskota, vazhdojmë tani që këtu ta shtojmë pjesën e frutave. E përhapim mirë në tërë sipërfaqe. Përsëri shtojmë biskota.
Ne e shtojmë pjesën e mbetur të kremit të bardhë dhe përsëri me kujdes do ta përhapim mbi tërë sipërfaqen e ëmbëlsirës. Dhe pasi e lëmojmë mirë pjesën e sipërme, tani ëmbëlsiren duhet që të lejojmë që të ftofet në frigorifer. Sa më gjatë pushon cheesecake-u, gjithmonë aq më i mirë bëhet, më spaku 4 orë që të shtrëngohet. Pastaj do të vazhdojmë që ta dekorojmë sipër dhe ta shijojmë. Për rezultate më të mira, unë do ta lë që të pushoj në frigorifer për gjatë tërë natës. Tani që është ftofur ëmbëlsira, është shtrënguar mirë, vazhdojmë ta dekorojmë sipër. Unë sipër do t'i shtoj kakao në pluhur. Vazhdojmë mbulojmë tërë sipërfaqen sipër me kakao. Dhe tani vazhdojmë që ta ndojmë në pjesë më të vogla katrore. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do ta shijoni këtë ëmbëlsirë të mrekullueshme. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.